Sa duhet kushton një reel? Pyes, sa bën një reel? Supozojmë se ti ke një biznes, do të bësh një reklam me një influencer, këta i dalën në Instagram. Edhe të pyet ai sa ke buxhetin, Allah ta di çfarë bëj. Bëj reel, bëj story, bëj ku diun. Sa vlen një reel, domethënë sa do japësh ti? Varet nga shitjet që do bësh, pra je hotel ke 20 dhoma, me një reel i mbushe 2 net fundjavën, 40 rezervime që i bie me 30 euro nata, 1200 euro. I more, sa i takojnë ati influencerët, ose ke lokale, bëre reklamën, ti se ma do të fare se sa erdhen, mbushur që dje, mbushur e sot, ose gjysmë që dje, gjysmë që sot, nuk e ke parti, do më të njohën sa veta më shumë, supozo vajti një reel 1000 shikime, vajti 20.000 shikime, vajti 100.000 shikime, sa lek vlen, do më thënë e paguan për marketingun, për shikimet, për shitjet, për emrin, kot për qef, se e nje, nëse një influencer për shumë të thot, e kam një reel 10.000 euro. E ka dhe nga ta dysh, ja kërcasin ko 10.000 euro, thotë e kam. Sidomos ata që ja kanë hipër kalit sprapti që në 2005. Edhe ti thua hajt shëndet, apo bën llogaritë se mos ajo një lëvizje të sjell 20. Pra vlen ky 10.000 edhe të sjell 20.000 ti dole me fitim, apo ja fut kota i 10.000 do të marr lekët edhe iku me vrapa edhe s'të bën hiç gjë. Si determinohet kostoja e një shërbimi që vlerën mund ta ketë edhe në të ardhmen, edhe jo vetëm sot për një shitje fikse.